Himni kombëtar është ndoshta kënga më e njohur dhe më e dashur për shqiptarët, kudo këndohet, sidomos në vendet e rëndësishme politike, kulturore, sportive, po cila është historia e himnit dhe pse ne nuk e këndojmë një strofë të tij. Rreth flamurit të përbashkuar me një dëshirë, me një qëllim, të gjithë atij duke ju betuar të lidhin besën për shpëtim. Prej lufte veç ai largohet që është lindur tradhtor, kush është burr nuk friksohet, po vdes si një dëshmor. Këtu ka një strofë që ne nuk e lexojmë, se Zoti vetë tha me gojë që kombet shuhen për mbi dhe, por Shqipëria do të rrojë për të luftojmë ne. Kur është shkruar poezia e Azdrenit? Në 1908. Dhe kjo është e provuar nga Lazgush Poradeci, duke shpjeguar edhe gjithë procedurën se si ndodhi në Bukuresht të Rumanisë. Ndërkohë që teksti i shkruar nga Azdreni është përshtatur me një muzikë të një kompozitori rumun. Po, shumë i njohur që quhet Ciprian Porumbescu, i cili në ato vite ishte shumë i njohur, ka studiuar në Vjernë për kompozicion dhe për violin dhe shkruajti një nga këngët patriotike më të njohura rumune, Tringjyrat e flamurit, dhe melodinë e kësaj e mori Azdreni bashkë me dhe ja përshtatën vargjeve të reja që krijoi enkas për korin e shqiptarëve të kishës Shëndelqit të Bukuresht. Pra me muzikën e një kompozitori rumun me tekstin e Azdrenit, ndërkohë kur u bë zyrtarisht himni kombëtar i shqiptarëve? Domethënë është pranuar gjatë gjithë kohës, por mbas domethënë në periudhën e mbretërisë shqiptare, Ahmet Zogu e pranoi si himn kombëtar dhe interpretonte së bashku me himnin e mbretërisë. Dhe ndërkohë, se shtuket kjo strofë, se Zoti vetë tha me gojë që kombe shuhen për mbi dhe, por Shqipëria do të rrojë për të luftojmë ne. Është një qëndrim, do ta quaja disi ideologjik që është mbajtur gjatë diktaturës komuniste, sepse dihet që Zoti në atë periudhë nuk lejoi, kështu që nuk mund të ekzistonte Shqipëria se e tha Zoti, por sepse duhet ta thoshte ideologjia, kështu që tani nuk është më kjo pengesë normal. Himni duhet këndohet i plot, zyrtarisht i plot, po duhet këndohet, ndërkohë që në procedura të caktuara protokollare ai zakonisht interpretohet strofa e parë dhe refreni. Kjo është historia e himnit kombëtar të shqiptarëve, i cili mbyllet me strofën: Trim burr quhet dhe nderohet, atë dheut kush ju bë theror. Për jetë ai do të kujtohet mbi dhe, mi dhe si një shenjtor. Vaso, faleminderit. Edhe ju.